Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin shkurt edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet gjithë viti, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë të shohim se si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë jemi futur në sezonin e ujorit, por do kemi dhe marsin në ujor. Kështu që do jetë një muaj ku te ju do ndikojë më tepër në fushën e dashurisë, në fushën e krijimit, por dhe të gëzimit të jetës. Gjithsesi, ju të përditshmen tuaj do ta keni shumë emocionale, do ndiheni shumë mirë, shumë të gëzuar, do keni flerte gjatë këtij muaji, do jeni shumë tërheqës, do keni aventura të reja, romantike, por do keni dhe një njohje që do t'ju magjec. Dhe do shijoni atë një lojën e dashurisë. Por ndërkohë do keni mundësi për të ringjallur pasionin tuaj me partnerin, me partneren tuaj. Do ndiheni shumë të dashuruar gjatë këtij muaji, por do keni dhe aktivitete të ndryshme krijuese, që mund të kenë lidhje me pikturën, me muzikën, me vallëzimin, por dhe me talente të tjera që ju mund të keni, jo domosdoshmërisht vetëm në lidhje me artin. Do keni krijime të bukura gjatë kësaj periudhe, do përfundoni një projekt personal, por është një projekt që do t'ju mbushi me emocione. Gjithsesi është një muaj ku këtu aktivizohet edhe fusha e fëmijëve tuaj. Nëse jeni prindër, do jeni në aktivitete të përfshirë me fëmijët tuaj. Por për pjesën tjetër, shohim që ju do keni durim, do bëni durim. Marsi mund t'ju bëjë edhe pak rebel në fakt gjatë këtij muaji, por gjithsesi ju do bëni durim në lidhje me dashurinë dhe do harrini ta menaxhoni atë. Është një periudhë pjellore për gjithë ata që dëshirojnë të kenë një shtatzani. Është një muaj fantastik në lidhje me ju. Do rizbuloni ato gëzimet tuaja, pasionet që ju keni. Por është edhe një muaj që do jetë burim frymëzimi në lidhje me dashurinë, por ju do jeni dhe shumë kreativ gjatë këtij muaji. Është një energji pozitive që do rrezatoj gjatë muajit shkurt në lidhje me ju. Dhe shohim tarotin se çfarë na thot. Çfarë energji do na vinë në lidhje me shenjën e peshores. Atëherë fillojmë me javën e parë, edhe pse muaji është shumë i mirë, por kjo energji erdhi, jo të gjithë mund të përfshihen te kjo energji. Unë shoh që ju mungon një dashuri, mund t'ju mungoj një person, një pjesë tjetër mund t'ju mungoj ana ekonomike. Për disa të tjerë mund të ndjeni shumë të lodhur në fillim të muajit, por gjithsesi duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj. Shoh që ju refuzoni diçka. Ndoshta jeni përqendruar te humbja e një personi, e një dashurie, dhe ju refuzoni një ofertë tjetër që ju vjen. Ju shoh shumë të përqendruar në gjërat tuaja të përditshme. Ndoshta janë gjëra që ju japin kënaqësi dhe gëzim dhe nuk shikoni një ofertë dashurie që po vjen drejt jush. Gjithsesi ju shoh që ju do keni ide gjatë kësaj periudhe. Një pjesë prej jush mund jeni në një lloj pakënaqësie, mund të jetë një pakënaqësi në lidhje me dashurinë ose marrëdhëniet tuaja, por mund të jetë edhe një pakënaqësi ekonomike, sepse shoh që keni punuar shumë fort, por të ardhurat tuaja kanë qenë vogla. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta keni investuar shumë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe aty ndjeni që nuk po merrni aq sa duhet nga kjo dashuri. Për pjesën tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, një person ndoshta do t'ju ndihmoj, ju mund bëni një check-up ose diçka tjetër. Dhe shoh që mund t'jeni duke bërë një sër analizash dhe do filloni të merrni dhe rezultatet në lidhje me këtë gjë.
por për pjesën e personave që ndihen të lodhur, nuk shikojnë mundësitë dhe ofertat në lidhje me për të marrë atë qetësinë e dur ose për të bërë pak pushim më saktë, sepse ju shoh që ndiheni të lodhur edhe është edhe një muaj që do keni dhe ide ose talente, ju do mendoni duke shprehur ato talente tuaja. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë, dhe kartat dalin vetë. Dhe kemi energji të shenjave, këtu nuk tham kemi energji të shenjave të tokës, të ujit dhe të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Në javën e dytë jemi të energjie shenjave të ajrit dhe shenjave të zjarit. Shoh që ju çliroheni nga disa goditje që keni marrë në jetën tuaj. Mund të jenë tension, stres që keni kaluar në lidhje me dashurinë, në lidhje me marrëdhëniet tuaja që ju mund të keni për gjithë ata që kanë qenë në këto situata, por mund të jetë në lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, shoh që ju çliroheni nga këto situata, janë situata që kanë vazhduar për një kohë të gjatë tek ju, dhe ju i vendosni qëllime vetes, sepse jemi te energjia e zjarit, energjia e Marsit, ku ju i vendosni qëllime vetes, në lidhje me një fillim të ri, një dashuri të re, dhe aty mund të keni kundërshime me një person ose ju ndjeni një lloj konkurrence në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për pjesën tjetër, ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me disa tensione që mund të keni gjatë fundit të javës së dytë. Gjithsesi, është një javë ku çliroheni nga situata të ndryshme, tensioni dhe stresi, i vendosni qëllime vetes, por ndërkohë shoh që mund të ndjeni që dhe ju bëhet edhe një padrejtësi. Por gjithsesi mund të jetë vendi punës nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me dokumenta të ndryshme për një pjesë tjetër. Gjithsesi është një javë qëllimesh, po dhe çlirimi. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Edhe pse muaji është shumë i mirë, përsëri ka ulje ngritjet e veta. Atëherë, në javën e tretë, shoh që ju jeni të energjia shenjave të zjarit, të ajrit dhe shenja e demit. Shikoj që mund të keni një lloj konkurrence me personin ose një lloj egoizmi me një person që jeni në njohje ose dëshironi të futeni në një njohje, sepse ju shoh që në fund të javës së dytë që keni kundërshime mendimesh me këtë person. Por ndërkohë aty kjo ka lidhje më tepër me një lloj egoizmi nga të dy personat, që secili mbron atë pjesën e vet. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me marrëdhëniet, me njohjet ose lidhjet, por mund të ketë lidhje dhe në lidhje me disa konflikte që mund të ndodhin në shtëpinë tuaj, në një grup njerëzish, por dhe te vendi punës ju shoh që ka shumë konkurrencë, ku ju do luftoni për të fituar në këtë konkurrencë. Gjithsesi në mes të javës ju do t'i lini të gjitha këto vështirësi mbrapa dhe do t'i jepni një drejtim më të qetë gjërave. Për pjesën e personave që janë beqar, shoh që ju do keni një takim me një person. Do keni një takim, është një dashuri si e bekuar nga universi. Për pjesën tjetër do arrini të stabilizoni ose të jeni më të konsoliduar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni kundërshime mendimesh me një person që jeni në njohje. Ju mund të dëshironi një bashkëjetesë, ndoshta ky person nuk dëshiron që ta bëj këtë bashkëjetesë që tani, ose ju dëshironi të çoni njohjet, lidhjet përpara në një finalizim. Por gjithsesi unë shikoj që ju do t'ja harrini deri në fund të javës së tretë. Ju harrini në një njohje, në një takim me një person, një finalizim, një bashkëjetesë, një martesë, por edhe marrëdhëniet do jenë më të konsoliduara. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, ose dhe në lidhje me studimet, në lidhje me situata të ndryshme që keni me dokumenta, shoh që ju do keni shumë konkurrencë aty, do luftoni për vete, do të jepni drejtim gjërave, dhe unë shoh që ju do arrini të bëni një kontratë. Kontratat mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jetë kontratë shtëpie, kontratë pune, kontratë në lidhje me, mund të jetë një kontratë për punë jashtë shtetit, ose për të shkuar jashtë shtetit, varet nga situatat që keni.
Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, dhe energjitë shenjave të ujit. Unë ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja, në lidhje me një dashuri. Jeni duke e menduar këtë gjë në lidhje me një person dhe u shoh që në fund të javës keni takim me këtë person. Mund të jetë dhe një person në një kulturë tjetër. Ndërsa për pjesën tjetër do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, ju keni kaluar shumë eksperienca në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dëshironi të fusni një frymë të re, të ndjeni më të lirë në këto marrëdhënie, por të merrni dhe vendime të rëndësishme, ndoshta në lidhje me një martesë, me një fejesë, sepse shoh shumë fort këtë gjë. Por ndërkohë për të gjithë ata që do kenë një takim, shoh që do jeni duke shprehur emocionet në lidhje me këtë person, por është një dashuri përsëri e bekuar. Mund të jetë një dashuri e re, mund të jetë që ju jeni në njohje, lidhje ose marrëdhënie dhe do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij muaji, por ndërkohë mund të ketë lidhje dhe me dokumenta, me shtetin, me partneritete të ndryshme në vendin e punës, në lidhje me karrierën tuaj. Ju merrni vendime në lidhje me partneritete që do krijoni deri në fund të muajit. Kurse për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me institucionet shtetërore, dokumenta të ndryshme, çështje të ndryshme në lidhje me shtetin, dhe shoh që një person dashamirës do t'ju ndihmojë. Por ndërkohë jeni shumë të vendosur në qëllimet tuaja për t'i dhënë zgjidhje situatave, çfarëdo situate që ju mund të keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Çfarë mesazhi ju japin për muajin shkurt? Atëherë, shoh që është përsëri, mund të keni disa konflikte, duhet të keni kujdes, thjesht do jeni të mbështetur nga universi. Diçka është krijuar nga e kaluara juaj këtu, mund të jenë konflikte nga e kaluara, mund të jetë një lloj konkurrence nga e kaluara, por gjithsesi jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës. Mos u merrni me detaje të situatave, të konflikteve që mund të keni kaluar. Dhe këtu bëhet fjalë në një jo grindje, po konflikte me dikë tjetër. Mund të jetë një konflikt me një person që jeni në njohje ose në lidhje. Mund të jeni në një konkurrencë të vendi punës, mund të keni pasur disa konflikte ose dhe të keni, sepse gjatë muajit shoh që do ketë, edhe pse është një muaj fantastik për ju. Mund të ketë disa konflikte, këto mund të jenë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet të vendit punës, në lidhje me fëmijët, me shtëpinë. Thjesht mos krijoni situata konfliktuale me të tjerët, ju thotë. Gjithsesi, është një muaj fantastik, pavarësisht situatave që mund të ndodheni. Ju shoh me qëllime në veten tuaj, do të jepni drejtim situatave, shoh shumë dashuri këtë muaj, por dhe vendime të rëndësishme që ju do merrni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj një mbazitë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.